أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد Allahun e falenderojmë vetëm prej Tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë, salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin edhe që do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sonte kemi vendosur që të flasim për vlerën dhe rëndësinë e kohës në Islam. Dhe kemi titulluar temën Koha, kapitali më i çmuar i njeriut. Në Islam shumë çka lidhet me kohën, pra koha e definon vlerën, fillimin, madje edhe mbarimin e shumë obligimeve, adhurimeve dhe aktiviteteve. Shembull, çdo kohë e namazit e ka fillimin dhe mbarimin e vet. Dhe namazi për besimtarët është obligim në kohën e caktuar, ashtu sikurse që thot Allahu në Kur'an, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, me të vërtetë namazi është obligim për besimtarët në kohën e caktuar. E njëjta gjë është edhe me agjërimin e Ramazanit. Në lidhje me këtë Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, thumma atimmu as-siyama ila al-layl." Dhe hani, pini derisa të dallohet peri i bardhë nga peri i zi, që ka për qëllim atë kohën e imsakut që e njohim ne në mëngjesin e hershëm. Pastaj thot, plotësojeni agjërimin deri në mbrëmje, duke e bërë kohën e saktë, duke na treguar se kur është koha e agjërimit, pra deri në mbrëmje në kohën e namazit të akşamit kur perëndon dielli. Po ashtu edhe haxhi është në muaj të caktuar. Gati në çdo kohë të vitit, besimtari mund të shkojë në Qabe, të vizitoj Qabën, të bëj umre, mirë po për të bë haxhin, për ta kryer haxhin, kushtin e 5 të Islamit, duhet që të shkoj kur është koha e haxhit në muajt Shawwal, Dhul-Qa'da dhe Dhul-Hijja, sikurse që thot Allahu, El-Hajju ashhurun ma'lumat. Haxhi është në muaj të caktuar. Edhe zakati i pasurisë është obligim vetëm pasi që pasuria për cilën jepet zakat të mbush një vjet të plot të kalendarit të hijretit, të kalendarit islam. Siç e shohim, gjitha obligimet themelore në islam janë të lidhura me kohën. Nuk mund të krihen në kohë tjetër posa asaj kohe të cilën e ka caktuar Allahu i lartëmadhëruar. Allahu betohet në kohën edhe në pjesët e saj në disa vende në Kur'an. Për shembull, Allahu ka thënë "Wad-duha", pasha paraditën. Po ashtu Allahu ka thënë "Wal-fajr", pasha agimin, thon agimin e mëngjesit. Po ashtu Allahu ka thënë "Wal-layli idha yaghsha", pasha natën dhe errësirën e saj. E kështu me radhë deri kur vim te surja Asr, Allahu flet për vetë kohën. Dhe thot "Wal-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Do pasha kohën, me të vërtetë njerëzit janë në humbje, përveç atyre të cilët kanë besuar dhe kanë punuar punë të mira dhe që këshilluan për të vërtetën dhe durimin. Kur Allah betohet në diçka, na le të kuptojmë se kjo gjë është me peshë dhe ka vlerë të madhe. Pejgamberi alayhis salam na ka porositur dhe ka thënë shfrytëzojeni 5 gjëra para se të vinë 5 të tjera. E para thotë shfrytëzojeni rinin para pleqërisë. E dyta ta shfrytëzoni pasurinë para varfërisë. E treta, të shfrytëzoni shëndetin para sëmundjes. E katërta, të shfrytëzoni kohën e lirë para se më nxon me punë. Dhe e pesta, të shfrytëzoni jetën para vdekjes. Kur e shohim gjendjen e muslimanëve dhe gjendjen tonë përgjithësi, na kujtohet një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
ni'matani maghbunun fiha kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Thot në dy gjëra, në dy dhunti janë të pavëmendshëm, të pakujdesshëm shumica e njerëzve. Ato dy gjëra janë shëndeti edhe koha e lirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithnjë e flet të vërtetën, sikurse që shohim në hadith, ai e ka tregu realitetin e shumicës dërmuese të njerëzve, të cilët nuk janë falënderues dhe nuk janë të vetëdijshëm se sa të çmueshme dhe sa vlerë kanë shëndeti dhe koha e lirë. Këto këshilla dhe këto porositë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet t'i zbatojmë nëse duam që jeta jonë të merr kuptim dhe drejtimin e duhur. Allahu atë ka dërguar mësues për neve dhe ne duhet që ta ndjekim. Prandaj fjalët e tij janë shërim i shpirtrave, zgjidhje e dilemave dhe qartësim i turbullirave. Duhet ta dimë se ne do t'japim përgjegjësi edhe për kohën që e kemi humbur. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të ecë këmba e birit të Ademit, që nuk kupton këmba e njeriu në ditën e gjykimit pa u pyetur për 4 gjëra. E para do të pyetet për jetën se si e ka kaluar. E dyta do të pyetet për diturinë se a ka vepruar në bazë të diturisë që ja ka dhënë Allahu. E treta do të pyetet për pasurinë se ku e ka fituar dhe ku e ka shpenzuar, dhe e katërta do të pyetet për trupin e tij se si e ka përdorur atë. Do të miremi në llogari për kohën, për ditët dhe netët që e kemi kaluar në këtë jetë, nëse e kemi shfrytzuar për hajër, lumët na, nëse nuk e kemi shfrytzuar për hajër, atëherë puna jonë në ahiret është e vështirë. Prandaj koha duhet të shfrytëzohet e të mos çohet dëm. Do të cilëm disa shembuj se si e kanë shfrytzuar kohën muslimanët para nesh. Shembull e kemi Ibn Akilin, një dietar musliman, autor i librit El Funun, që nuk kupton artet, libër i cili ka mbi 800 vëllime, mbi 800 volume, mbi 800 pjesë, dhe konsiderohet libri më i madh i shkruar ndonjëherë në histori. Mirë, po këto e ka bën me punë dhe me mund dhe duke e shfrytzuar kohën. Dhe ka thonë pasi që i ka mbush 80 vjet, thot kam hala energji, sikurse më paskon kur isha i ri në moshën 20 vjeçar. Sot shkrimtarët nuk kanë motiv për me shkruajt libra, pasi që interesimi për lexim jo është 0, por është 9-0. Edhe ka dashur Allahu edhe unë jam marrë me shkrime dhe kam arrit që t'i botoj 2 libra në format të vogël. Mirë, po kam pritur dorën zemër që të marr kritika për atë libra. Kam prit kritika shkencore, kritika akademike, kritika serioze profesionale. Ani pse libri i plotson kushtet, i ka kaluar gjitha filtrat e nevojshëm dhe është rishiku prapë. Jemi mundu mos me gabu, mirë, po mund të ndodh ndonjë lëshim. Unë i kam marrë vetëm 2 kritika dhe ato kanë qenë kritika sipërfaqësore për fat të keq. Njëri tha pse nuk ja ke lënë kopertinën kështu, kapakin, a tjetri tha pse se ke bën emrin Abdulaziz po Aziz. Po është mirë me hap librin, me çel, edhe me pa aty se çka ka. Me lexu dhe mos më kap për detaje të parëndësishme. Në lexim jemi të dobët, fatkeqësisht, e që në fakt po t'i lexojmë 20 faqe në ditë, kjo i bie që në muajt ne t'i lexojmë ka 2 libra që i kanë nga mos paktën nga 300 faqe. E për një vit me lexu dikun 24 libra. Nuk po tham me orë me lexu, me orë të tëra, po të paktën me marr librin dorë, me shpletu, me përsërit do gjana të cilët i kemi haru. E kemi rastin e Ebu Jusufit, nxënësi Ebu Hanifes rahimahullah, ku në shtratin e vdekjes, në sëmundjen e tij, e thirr nxënësin e vet dhe i thot, hajde thot të shtjellojmë disa mesele të fikut. Nxënësi vet normal thot, po mësuesi jam të ti në gjendje të rëndë, tash nuk është koha për që ne të bëjmë miremi me mesele të fikut të ilmit. Ebu Jusufi thot, kjo është më e dashur për mua, që me këtë çështje që ne do ta zgjedhim, i ndihmojmë muslimanëve në të ardhmen. Por gjeneratat e para janë mundu dhe i kanë kushtuar rëndësi kohës dhe nuk e kanë lënë që ta humbin atë dhe janë munduar që të jenë aktiv. E sot, për shembull, arsimtari më shumë ju jep orë të lira nxënësave në shkollë se sa që mbahen mësim. Prandaj kemi duke lëshu,
jemi zgjidh gjeneratat që vinë tash, janë domethënë nuk kanë nivelin e nevojshëm të arsimimit. Me shku me i pitë, më shumë kemi orë të lira, se sa që mbajmë mësim. Se në shkollë shkohet për me mësu, dhe me u pajis me ditori, e jo me shku me humbë kohën kot, dhe del pastaj i riu që shkon në shkollë fillore apo të mesme, dhe nuk e ka formimin e nevojshëm. E kemi shembullin me Imam Neveviun rahimahullah, ai ka ndru jetë në moshën 45 vjeçare. Ka ndru jetë në moshën 45 vjeçare, mirë po ka filluar që të shkruaj libra në moshën 30 vjeçare. 15 vite vetëm ka shkruajt libra, mirë po mendohet se i ka shkruajt diku mbi 500 libra, ja ka lënë trashëgimi ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nana e tij tregon, thot, unë kam ftu Imam Neveviun që të vjen të haje bukë, pasi që buka është gati. Mirë po thot, ai ka thonë se unë jam i nxantë, jam zhitë në libra, jam duke studiu. Dhe ka shku nana vet, i ka dhënë bukë me hangër. Ai aq shumë u kanë fokusuar në libra dhe s'ka desh që ta çoj kohën kot, kur ka ardhur namazi sabahut, po zgjuhu prej librave, ka dalën dhe ka pyet nanën e vet se ku është buka që ti ma ke bën mu gati. Nana vet i thot, unë kam ushqim me dorën time. Thot vallahi, thot, unë jam kon çat që i fokusuar, thot që as nuk kam vrejt, as nuk kam diktu se ti më ke ushqim mu me dorën tane. Do 30 vite ai ka mësu, ka studiu, në moshën 30 vjeçare ka nis me shkrujt, për 15 vjet i ka shkrujt 500 e kusur libra. E dikush të di faqe mi lexu, do me njëherë hakat në Facebook me shkrujt një status, edhe njëri thot shkruaj ma librin hoxha, se t'ja çesu në emrin tëm, nuk është e drejtë. Po nuk mundna më bën këtë keqe ummetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ardhur namazi sabat, ai e ka lënë punën. Ndërsa na në namaz sabat mendzi se çohemi. Edhe një rast tjetër, ta tregojmë nga koha e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një sahabi me emrin Saad ibn Muadh. Kur ka vdekë sahabi, ka qenë në moshën 37 vjeçare, ndërsa Islamin e ka pranuar në moshën 30 vjeçare. 6 vjet të plota ka qenë në Islam. Mirë po kur ka vdekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dëgjoni çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka vdekë sahabi. Thot vdiq Saad ibn Muadh. Thot me vdekjen e tij është dridh arshi i Allahut. Kur ka vdekë çka sahabi, thot është dridh arshi i Allahut. Dhe kanë zbritur në tokë 70.000 melaike për ta përcjell xhenazën. Por 6 vjet edhe sot na nuk e dim se çfarë punë ka bën ky sahabi, nuk mundna me definu se cila është puna të cilën ai ka bën. Mirë po për 6 vjet për ata është dridh arshi i Allahut në qiell dhe kanë zbritur 70.000 melek, të cilët më herët nuk kanë zbrit asnjëherë në tokë. Kjo kanë qenë gjeneratat e para. Na jetojmë 50 vjet, emri jon harrohet për ditë. Na jetojmë 150 vjet dhe nuk lëm gjurmë, mirë po kjo është shkaku se ne nuk e shfrytëzojmë kohën. Saad ibn Muadh, sikur këto shembull që i dham, Imam Neveviu, Ibn Akili, këto kanë qenë ekstrem, të cilët kanë shfrytëzuar kohën. Ai s'ka pas vakt me hangër bukë, ndërsa sot njëri ulet edhe një sahat ha bukë. Unë kum pa njëri 40 minuta bukë. Edhe gjonën që na japim më shumë rëndësi është buka. Do thonë aty kemi këtë saltanatet, ti kemi këtë gjonat në rregull, ndërsa sa i përket arsimimit, shkollimit dhe shfrytëzimit kohës, jemi në nivel të ulët. Andaj porosia për fund është të reflektojmë, ta shfrytëzojmë kohën, të punojmë për dunja e ahiret, të angazhohemi me punë të hajrit, e sa më pak me mëkate dhe me punë të kota. Ditën të cilën ne jetojmë sot, këtë Ramazan që po e përjetojmë, kjo më shkon dhe nuk kthehet. Dita e nesërme mundet me ardhë. Java tjetër ka me ardhë, viti tjetër mundet me ardhë, mirë po kjo çka ka kalu, më nuk kthehet. Andaj të mundohemi të mos lëm këtë botë mangu, por të mundohemi më shumë që të punojmë për ahiretin dhe të përhershmen, duke e lutur Allahut që ta fitojmë xhennetin inshallah. Allahu ju shpërblet për vëmendjen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.